Votojmë, edhim në votim kush është kundër shkrirjes së Bashkisë Selenicë. 19 kundër s'ka, abstenim nuk ka, miratohet me 19 vota kundër shkrirja e Bashkisë Selenicë. Si të qëndroj Selenica, të qëndroj Bashki. Ju falemderit gjithë këshilltarëve. Në unanimitet të plot këshilltarët e mazhorancës socialiste bashkuan votat me këshilltarët e opozitës për të kundërshtuar bashkimin e Bashkisë së Selenicës me Bashkinë e Vlorës. Këshilli i Bashkisë së Selenicës është mbledhur këtë të premte për fillimin e procesit të konsultimit publik me komunitetin lidhur me reformën administrative territoriale. Mbledhja është hapur nga kryetari i Këshillit Bashkiak të Selenicës Nimet Dapaj. Dhe miratimi i fillimit të procesit të konsultimeve publike me komunitetin lidhur me raportin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën administrative territoriale dhe projektligjin për ndarjen administrative territoriale të njësive të veçqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. 2. Miratimi i kalendarit të konsultimeve publike me qytetarët, grupeve interesit, organizatat, shoqëria civile dhe përfaqësues të njësive administrative të Bashkisë Selenicë. 3. Ngarkimi i komisionit përkatës të Këshillit Bashkiak me administrimin e mendimeve dhe propozimeve të komunitetit, hartimin e raportit për mbledhjes të konsultimeve publike dhe paraqitjen e tij për miratim në një mbledhje të posaçme të Këshillit Bashkiak. Kryetari i Bashkisë së Selenicës Nertil Bellaj, përpara këshilltarëve dhe kryetarëve të fshatrave të pranishëm në mbledhje, renditi një sër arsyesh se pse Bashkia e Selenicës duhet të qëndrojë si një bashki më vete. Mbas lajmeve, heri dhe një lajm tjetër ku një prej deputetëve duke dalë e duke firmos shprehu që këtë kërkesë ka qenë e banorëve. Ka qenë e njerëzve që Selenica të bashkohet me Vlorën. Kjo deklarat na vuri në siklet gjithëve. Më vendosi edhe mua, besoj edhe ju këshilltar, po dhe ju kryetar të fshatrave, që ne kemi dashur vetë që të shkojmë me Vlorën. Qëndrimi im zyrtar ka qenë para se reforma të bëhej, para se drafti të vitë. Kudo që unë kam pasur mundësi të flas dhe kudo ku unë jam pyetur dhe në komisionin parlamentar, unë kam shprehur mendimin tim me argumenta pse duhet të qëndroj Bashkia e Selenicës. Si një detyrim ndaj popullit, si një detyrim ndaj ju këshilltarëve, si një detyrim ndaj dhe ju kryetarëve të fshatrave, unë po e përsëris edhe një herë me fakte atë që e kam përmendur dhe në komisionin parlamentar. Ndër pikat kryesore të reformës ishte kapacitetet financiare të bashkive. Ne renditemi Bashkia 14 në Shqipëri me të ardhurat e veta përfrymë. Renditemi Bashkia 9 në Shqipëri ku shpenzimet që kryejmë i kemi për investime. Pra ne investojmë te komunitetet tona, në rrugë, në shkolla, në sheshe, në kanale, atje ku ka nevojë njerëzit, atje ku ka nevojë banorët. Ne renditemi Bashkia e 29 për funksionalitet. Nuk renditemi as Bashkia e 47, as Bashki e 61, por renditemi në të tërë komponentët e saj të 29. Kjo është një raport i bërë nga komisioni dhe këto shifra që unë ju them janë shifra e komisioni. Sot është 3.6%. Renditemi ndër bashkit me performancë të mirë ekonomike. Ne renditemi ndër bashkit e para në Shqipëri, e para për diversitetin ekonomik. Pra ne nuk kemi varësi nga një sektor, por ne kemi varësi nga të gjithë sektorët. Ndryshe nga kur kanë varësi vetëm nga letë e ndërtimit, ju, administrata është munduar që këto 4 vjetë shkoj të punoj të mbledh të ardhurat në të gjitha sektorët që ne i taksojmë. Dhe fakti ka treguar që nga viti 2015 e deri në vitin 2025 ne i kemi 4 fishuar të ardhurat tona pa rritur asnjë barë fiskale. Bara fiskale ka qenë e njëjta. Duke i marrë të gjithë këta komponentë që vetë komisioni i kanë nxjerrë, dhe unë kam detyrimin moral që t'i them dhe ta sqaroj opinionin publik, e bën Bashkinë e Selenicës një bashki
me performancë të lartë ekonomike. Komponenti i dytë ka të bëj me burimet njerëzore. Para disa ditësh dhe në rrjetet sociale të mia i kam hedhur me foto. 16 staf inxhiniero teknik, inxhinier, arkitekt, topograf, agronom. Pra ne renditemi ndër bashkit që ka një staf. Nuk mund të themi që do krahasohemi me Tiranën, me Durrësin, me Vlorën, por në bashkit mesatare të Shqipërisë ne jemi ndër bashkit që ka një staf të përgatitur. Këshilltarët e Partisë Socialiste dhe Opozitës kanë kundërshtuar më pas një zëri këtë reformë të re territoriale, ndërsa thanë se Bashkia e Selenicës duhet të qëndrojë si një bashki më vete, për shkak se nëse ndodhe kundërta, shërbimet do të largohen nga qytetarët. Po ta shikoj këtë reformën territoriale nga ana politike, do thoshja që koka të hani, sepse na mërzitët duke qenë kaq shumë në qeveri, se qeverit afatgjata kanë treguar që sjellin vetëm dëme ekonomike, sociale, në fund vrasin njëri tjetrin, po kjo qeveri po vret emrat, nuk po vret kufomat. Kufomat i vrau ai pari. Megjithatë, po vazhdoj akoma, kështu do përfundoj dhe kjo. Atëre, nuk e shikoj në këtë krah, e shikoj nga ana sociale, nga ana gjeografike, nga ana historike, edhe do thoshja që në qoftë se do ndodh ajo që thuhet, atëre këtë bashki, këtë popull, këtë zonë, ata e vrasin ekonomikisht, e vrasin politikisht, e vrasin historikisht në të gjitha drejtimet. Shijaj, si që kam shprehur edhe qëndrimin tim, erës e kaluar mbas një deklarati të një deputeti që shëra e parë që shikojmë deputet dhe nuk e kemi parë herë të tjera as në zonë, as në derë të qytetarëve dhe as kudo tjetër. Do shta është një çike vështirë për ne, sepse ne jemi të lidhur fort me komunitetin, që nga kryetari, të gjithë kolegët këshilltarë pa bindje politike. Por këtë herë, fokusi asaj që do thosha, është gjithmonë unë jam kundër reformës administrative o territoriale, por me disa pika kyçe kryesore, të cilat i përkasin zhvillimit të zonës, aktivitetet në Bashkinë e Selenicës në këto 4 vjet, duke qenë të gjithë dëshmitar të aktiviteteve, duke parë një zhvillim shumë të madh në aktivitete, pasi kjo zonë ishte përmendur ku këtu këndohet si në çdo vatër këndohet kënga labe, jo këndonin grupet, jo aty po këtu në për aktivitetet që bënte Vlora, me fokusin e kryetarit të bashkisë apo dhe dëshirën e tij duke qenë se vjen nga një familje cilët e kanë tradit këngën labe, ka prindit e tij, e vendosi fokusin që ta bënte këta aktivitet në tradit të bashkisë tonë në Selenicë. Dhe për streti vit radhasi, ne kemi parë aktivitet të jashtëzakonshëm dhe me një pjesëmarrje qytetare shumë të madhe. Po nëse s'do jetë bashki, ne themi që kjo nuk do bëhet. Selenicë, a forcat politike të gjitha e Partisë Republikane, uroj gjithë juve për pjesëmarrjen dhe të gjesën dhe mbledhjen jashtë radhe të Këshillit Bashkiak. Falenderoj gjithë kryepleqt, gjithë bashkinë, administratën, kryetarin e bashkisë. Falenderoj mediat që e çojnë zërin tonë në çdo shtëpi për të dëgjuar ankesat publike. Jam kundra, si gjithë anëtarët të Këshillit Bashkisë Selenicë, për reformën territoriale. E dëgjova me kujdes kryetarin e bashkisë që renditi disa pika të çmueshme dhe të vërteta për Bashkinë Selenicë. Kjo është çështje minimalisht e Ardian Mazniku, i cili është kryetar apo bashkëkryetari i reformës administrative dhe territoriale në Republikën e Shqipërisë. Para se të filloj për të bërë kjo reformë, duhet të kërkoj një falje e madhe publike për dështimin me sukses të plot të reformës së vitit 2014, e cila edhe këtë bashki, edhe shumë bashki në Selenicë, në Shqipëri e ka zhvatur, e ka bastisur e boshatisur të gjitha fshatrat, pothuajse të gjitha fshatrat e Shqipërisë. Unë në vitin 2014 që është bërë reforma, një miku im shkrimtar ka marrë dhe librin sot këtu,
ka titullet hëna e Shqipërisë ka bërë Ben Blushi, i cili parashikon fiks në atë kohë që bërë reforma se si do boshatisen fshatrat dhe rreth 40 qytete në Republikën e Shqipërisë. Selenica nuk e di ka patë një mik, por nuk është në këtë boshatisje, por unë mendoj që Selenica duhet e do të mbijetoj. Fjala e parë dhe fundit është që reforma administrative territoriale, projekti duhet të rrëzohet, duhet të mos aprovohet nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Ka sipërfaqe të madhe bujqësore, ka blegtori nga më të mëdha të gjithë jugut, zona jonë, e kupton? Prandaj ne jemi kundra. Një, dyta, ne bëjmë takim në Vlorë me Komisionin e Reformës, që erë nga Tirana 2 deputetët që ishin në komision, dhe të gjithë salla ishte kundra. E gjithë salla, të maj, të djathtë, pa parti, ishin gjithë kundra. Prandaj, ne duhet të ngrihemi të gjithë në protest, e kupton? Edhe deputetët, se kjo reformë dhe votohet në parlament. I bëjmë thirrje deputetit i Vullnet Sina, Demja Gjiknuri, Bujar Leska që janë dhe nga zona jonë, e kupton? Ata e kanë në dorë fatin e kësaj bashkije. Ata e kanë në dorë fatin e kësaj bashkije. Edhe ta kundërshtojnë, dalën publikisht që ne jemi kundra dhe të votojmë kundra. Ne jemi këshill, ne jemi gjithë bashkë jemi dakord, s'kemi asnjë shumë. Prandaj ne kemi dhe eksperiencën e hidhur që kur u mbyllën këto njësit komunat, sidomos këto fshatat Llakatun, Tredhaz dhe kështu, ja lënë në arrest të plot. As ujë për të pirë, as toka, as rrugë, as një gjë. Janë shkretuar fare. Jam Valentina Veshaj, për herë të dytë në këtë këshill bashkiak. Me keqardhjen më të madhe jam sot për të shprehur mendimin kundër kësaj shkrirje, për faktin se flas jo vetëm si këshilltare, por si vajzë e këtij vendi, e lumit të Vlorës, e arsimuar në këtë vend, dhënë kontributi në këtë vend, duke parë nga afër çdo problematik. Nuk mendoj se një problem i Malit Sevasterit apo të Gjormit të shkojnë në Bashkinë Vlorë dhe të zgjidhet. Ashtu sikur se është zgjidhur nga kjo bashki. Ashtu sikur se kjo bashki ka ndënjur afër çdo banori të bashkisë së saj. Do të thosha që nëse bashkia shkrihet do të heqin dhe frymëmarrjen e fundit të këtij vendi. Mos e bëni këtë gjë. Në Bashkinë e Selenicës ka filluar kështu procesi i konsultimit publik me komunitetin, lidhur me përmbajtjen e raportit të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën administrativo-territoriale. Në vijim pritet zhvillimi i konsultimeve publike dhe marrja e mendimeve, vërejtjeve, propozimeve dhe rekomandimeve të qytetarëve, grupeve të interesit, organizatave të shoqërisë civile dhe përfaqësuesve të njësive administrative në Bashkinë e Selenicës. Pas përfundimit të procesit të konsultimit publik, Këshilli Bashkiak do të dalë me një tjetër qëndrim zyrtar.